Shëndetje. Atëherë tani do t'rregojmë me pika të shkurtra se çfarë na duhet ne për të verifikuar identitetin ton në brokerin trading. Dhe duhet keni parasysh që këto platforma si broker, profirma e tjerë kërkojnë me patjetër të njohin si themi klientin e tyre. Pra është ajo procedura KYC, që është Know Your Customer. Kështu që këtë e kërkojnë këto lloj kompanish dhe këtë duhet ta bëjmë ne, se ndryshe nuk kemi dot mundësi as të depozitojmë, as të treqim, as të bëjmë tregti, domethënë ose mund të kemi, po do i kemi shumë të limituara, pra do jenë s'ja vlen. Kështu që gjëja e parë që e shpjegova edhe tek videoja e përparshme është që ne duhet vendosim të dhënat tona reale. Pra të emri, mbiemri, emaili, ku jetojmë e tjerë. Sepse në momentin që do na vi ta vërtetojmë, ne duhet të kemi, domethënë të njëjta provat dhe ato që kemi thënë aty te regjistrimi. Kështu që është e mira që ta bëjmë këtë gjë, domethënë në mënyrë të saktë. Gjëja e parë që këta kërkojnë është që duhet fillimisht të provosh identitetin. Dhe identitetin mundet ta provosh duke aty se unë nuk mund ta bëj më nga që e kam bërë një herë, nuk bëhet sa herë duash, pra nuk mund t'ja u tregoj ndërkohë duke e bërë, po aty është një aplikacion në të cilin ne do t'i bëjmë një foto ose kartës të identitetit ose ose patentës ose pasaportës, po përdoret karta e identitetit domethënë zakonisht. Kështu që i bën foto përpara dhe mbrapa, ja çon, në momentin që i bën mirë fotot, aprovohet dhe më pas duhet bësh dhe një është si punë fotoje që duhet të tregosh të gjithë, domethënë këto të fytyrës, të gjithë skajet e tjerë. Dhe pasi e bën edhe atë, ngjelet që ne vetëm të provojmë se rezidenca që ne kemi shënuar në regjistrim, pra që e bëm Albania, është e vërtetë. Dhe kjo bëhet duke bërë upload, domethënë duke treguar një faturë uji, një faturë dritash, të cilat e kanë atë vendodhjen aty, po këtu ka një problem sepse shumica nuk e kanë në emrin e tyre. Pra më kanë shkruar shumë vetë që çfarë të bëj, sepse për shembull faturën e ujit e kam në emër të babit, nuk e kam në emrin tim. Dhe me të drejtë shumica kështu janë, nuk është se e kanë në emrin e tyre faturën e ujit, të dritave e tjerë. Çfarë mund të bëni është mund të shkoni shumë thjesht tek aplikacioni i bankës tuaj, për shembull BGT, Raiffeisen, ku diun, shkon tek BGT-ja, shkon tek një nga llogaritë që e përdor më së shumti ti, dhe aty ke transaksionet ndryshme që ke bërë, domethënë mund të kesh bërë blerje ose ku diun. Dhe klikon njërin nga ato, për shembull ku thot këtu blerje me kartë. Dhe më pas klikon këtë pjesën këtu që thot shpërndaje, dhe ky opsion krijon një PDF e cila në vetvete përmban të gjithë informacionin e blerjes atij produkti, por dhe të gjithë informacionin tënd, emër, mbiemër, numrin e llogarisë të bankës, por po ashtu dhe adresën. Kështu që mund ta përdorësh këtë si gjë, si bank statement, dhe kjo do jetë shumë e thjeshtë për ta kaluar dhe këtë proces të dytë të verifikimit. Unë me këtë e kalova dhe është shumë gjë e thjeshtë. Kështu që kjo ishte i gjithë procesi se si mund të verifikohesh në brokerin trading ose në brokerat e tjerë.